përfaqësues të dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve zonja dhe zotri, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në edicionin e 34 të Festivalit të Interpretëve të Muzikës Popullore Shqipe, Fest Flaka 2025. Muaji janar përmes manifestimit multikulturor Flaka e Janarit është eveniment që i dedikohet të gjithë dëshmorëve, martirëve dhe adhetarëve që sakrifikuan jetën e tyre për trojet shqiptare. Janari është simboli i rezistencës dhe vlijimit të dëshmorëve si Qan, Jusuf dhe Bardosh Gërballa, Kadri Zeka, Recep Mala, Muhi Berisha, Zahir Pajaziti e shumë të tjerë, që me sakrificën e tyre na mësuan të mos e pranojmë robërinë, padrejtësinë dhe njëherë dëshmuan se si duhet atëll. Pjesa instrumentale që dëgjuam në interpretim të kuartetit fëmor ishte përpunimi këngës Kënga e Bilbilit me autor Jusuf Gërballa, i cili ishte patriot, njeri me shpirt artisti, poet dhe kantautor që la pas vetës shumë vepra arte. Ku dhe nisi manifestimi multikulturor Flaka e Janarit, tani e 34 vite më parë në qytetin e Gjilanit. Qytet ky që në muaj janar shndrohet në vatër arte, duke mbledh artist dhe artashës nga të gjitha trojet shqiptare. Kënga popullore shqiptare reflekton shpirtin e popullit dhe përfaqëson trashëgimin ton kulturore e cila konsiderohet një pasuri dhe thesar i trashëguar brez pas brezi. Edicioni 34 i Fest Flakës vjen me ndryshime konceptuale sa i përket programit muzikor. Organizata Defco Production ka bërë hulumtimin e melosit të muzikës son të bukur popullore me fokus të këngët epike dhe të kurbetit nga jugu deri në veri të trojeve shqiptare, që sonte disa nga këto këngë do të performohen edhe para jush. Të gjitha këto këngë janë përzgjedhur, orkestruar, përgatitur nga profesori Dëfrim Pehljuli, i cili njëherë është edhe organizator dhe drejtor artistik i Fest Flakës 2025. Këtë vit nuk do të ketë karakter garues, por do ju këndohet ekskluzivisht kontribuesve të lirisë kombëtare për veprën e tyre sublime. Kjo ngjarje artistike organizua nën patronatin e kryetarit të komunës së Gjilanit, zotri Alban Husenit, dhe unë ta niftoj nën kryetaren Leonora Morina Bunjaku, që ta shpall të hapur edicionin e 34. Përshëndetje të dashur miq dhe dashamirës të Flakës së Janarit. Mirë se keni ardhur në edicionin e 34 të Festivalit Mbarkombëtar të Flakës së Janarit. Në emër të kryetarit të komunës, zotri Alban Huseni, ju shpreh mirënjohje të thellë. Të nderuar familjar të dëshmorëve, i nderuar zëvendës ministër, i nderuar drejtori i Drejtorisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, të nderuar asamblesë dhe të gjithë të tjerë të pranishëm. Sonte, do të thotë Flaka e Janarit, po shkon ka përfundimi i 34 të edicionit, mirë po këtë vit kemi pasur ndryshime dhe pasurim të Flakës së Janarit, pothuajse çdo vit ajo pasurohet, por këtë vit do t'i veçoj vetëm disa, pra e filluam me nënën Stane, nënën e UÇK-s, për të vazhduar dhe rikujtuar masakrën e Gjilanit, e luftës së dytë botërore, dhe më pastaj vazhduam për vitin e dytë me radhë këngët e Jusufit, dhe sonte jemi në Fest Flakën 2025. Jam nderuar që qëndroj sot para jush në këtë eveniment të paharrueshëm, Festivalin e Këngës Shqipe, Fest Flaka e Janarit. Një ngjarje që ka bërë jehon në zemrat tona dhe që tashmë është një traditë e shenjtë për kultivimin dhe ruajtjen e pasurisë muzikore. Në këtë mbrëmje të veçantë, ne nuk jemi vetëm dëshmitar të talentit dhe pasionit të artistëve tanë, por edhe të forcës që ka muzika për të na bashkuar si këmbë.
Flaka e janarit është një udhërrëfyes që na sjell afër pasurive tona më të vëra, këngës dhe poezisë dhe shumë sferave të tjera. Ajo është një burim frymëzimi, një shprehje e traditës dhe identitetit tonë kombëtar, një pasqyrë emocioneve dhe historisë që kemi trashëguar ndër breza. Në çdo notë, në çdo fjalë dhe çdo interpretim të këngëve, gjejmë thelbin e shpirtit shqiptar. Një shpirt që është i bokur me dashuri, vuajtje, gëzim dhe shpresë. Ky festival është një mundësi për të festuar dhe për të vlerësuar edhe artistët tanë në vazhdimsi, ata që japin zë historisë dhe përvojave tona. Për të gjithë ata që po kontribuojnë në këngët dhe performancat e tyre, dua t'i falenderoj thellësisht. Çdo interpretim është një pasuri e paçmuar, një dhuratë që na e bëni për ne të gjithë. Ky festival nuk është vetëm një ngjarje kulturore, por edhe një mundësi për të ruajtur, për të transmetuar dhe për të përcjellur kulturën tonë tek brezat e rinj. Le të bashkohemi të gjithë, artistë dhe publik, në një festë të vërtetë të këngës shqipe, të mbajmë gjallë traditën dhe të ndërtojmë mesazhin e unitetit dhe krenarisë kombëtare, sepse siç e dini, Flaka e janarit i kontribuohet që nga janari Skënderbeut, janari i ftoftë, i Recep Males e Nuri Berishës, Kadri Zekës, Jusuf e Bardosh Bërballës e deri te ushtria çlirimtare e Kosovës. Pra, le të bashkohemi të gjithë për të festuar, sepse Flaka e janarit lindi, po rritet, po zhvillohet në gjithan dhe gjithandej Republikës së Kosovës dhe uroj dhe shpresoj të gjithë brezat do të vazhdojnë që këtë flakë të janarit ta pasurojnë me shumë shtylla të tjera ashtu siç e meritojnë. Edhe një herë gëzuar festa e flakës së janarit, uroj dhe shpresoj që ta gëzojnë gjithmonë bashkë. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, zona nënë kryetare. Gjithashtu falenderojmë edhe drejtorin e kulturës, rinisë dhe sportit, zotëri Kushtrim Zeqiri, për angazhimin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm për realizimin e këtij edicioni. Një falënderim i veçantë shkon edhe për sponsorin e këtij edicioni, Vali Ranch, me pronar Fehmi Fetahun. Dhe kur jemi tek falënderimet, dua ta falenderojmë edhe këngëtaren e mirënjohur zotëri Sinan Vllasalio dhe korin e fëmijëve për performancën e tyre në fillim të programit. Tani të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, unë ju lë që ta shijoni edicionin e 34 të Fest Flakës të interpretuar nga zëra briljante e estradës tonë në shoqërimin e orkestrës profesionale të udhëhequr nga profesor Tëfrim Behluli. Dëgjim dhe shikim të këndshëm. Tutje gjithë një akull, këndej gjithë një zjarë. Unë jam syri Aladinit e shoh veten si digjem në betejën e të mërshme të fjalës e të mendimit. O bilbil të bëra ben nga Jusuf Gërballa, këndon Gjentjan Jetishi. Të vërëve Në të gjithë që do të folje Në të vada i vëllu Se në me që të qmu O bilbil
afrotiku spregona Qëm do të foler do të marta hirë se nga le quat paqru o bilbil o një paqru da të gjenja të qakë Trim vitrinma a I Gjergjo Kastrioti Fuqit madhe që mi fal ka Zoti Këngë për Gjergj Kastriot Skënderbeu Këndon Mentor Haziri
nuk do të dorëzohemi për së gjalli. Vrasësit nuk do të kalojnë, pse mbi trupin tim të vrarë. Kënd për Adem Jasharin, këndon Malinda Cikaqi.
Mushterëshin sytë nëse pushoj. Lirin tënde me ndrue, malku qoftë gjaku im, nëse mbrasin pa luftue. Këngë për Agim Ramadanin, këndon Kushtrim Kosumi. Në përter
ti erdhëm në Gjilan. Me 36 kronjat kemi pranë. Erdhe ti në për fortunë, me këngë dhe mësime, loj e punë. Këngë për Selamia Laqin, këndon Drit Rosha Qiri, muzika Isa Jakupi. Deri kur i ratisur I pastren në mërgem. Deri kur o shpres ngrysur, do të endesh pa drejtim. Këngë për kurbetin, këndon Florian Thaçi. Jetë
shona dhe shoqënia, ata qenë në qërshia, ata më vetë të shtëpia, ata qenë në vetari, ata u shpinën janë maj fari, ata qenë në qërshia, ata më vetë të shtëpia, ata qenë në vetari, ata u shpinën janë maj fari. Ditët po kalojnë si shigjeta, bashkë me to edhe jeta, kurse kujtimi mbetet e kur nuk tretet. Këngë për Recep Malën dhe Nuhi Berishën, këndon Hysni Klinaku.
mjeshta Kushe ka të vërtetën qak mishe në eshtra Vret kur lypet pushka, vret kur lypet fjala Me shok finalës, rimi rreqet mala Në kokën e timave, o pysh Prishtina Se unë më dy kush, vetëm dy ushtima Reqa e nuhio, prap si punat vesës Në kush në mbetën, simbolet që vresës Shtoja marë Kosovës, po i Vleciliani Reqa me nuhio, në kujtimet minani Zjallë kënga dhije, maj o pasnodi Se nuk ju shtel qaku, na ju shtel daroni Shtoja marë Kosovës, po i Vleciliani Reqa me nuhio, në kujtimet minani Zjallë kënga dhije, maj o pasnodi Se nuk ju shtel qaku, na ju shtel daroni Një fëmijë që fle rritet, por një popull që fle vdes. Këngë për Ismail Qemailin këndon Recep Yashari.
Qalmëri o shpirti qamit, zëri nënës më troket, guri gjyshit atje brenda, ngritu o birë më thëret. Valja e Konjuspolit të Qamëris e njohur si Valja Osman Takës këndon Denik Prizëreni, valzojnë valtarët e qendrës kulturore artistike Ana Morava.
Gjua jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Kënga Fol Shqip këndon Lindita Hakaj dhe kori i fëmijëve nga Shkolla e Muzikës Gilan. Io
Gjithë Evropa duhet ta di, lufton luma për Shqipni. Ky kral Pietri po ban me det luma e kuqe në faroj kret. Bitë lumës interpretojnë a capella kori grupit artistik muzikor Theranda. Kosovo trimnesh lule e rallë,
detyrën tin ke me dalë sot në balë. Se mbridi koha tokën për me prue, armiste më qëm jashtë me i të bue. Kënga për Kosovën interpretojnë Gjergjan Jetishi, Malinda Cikaci dhe Kushtrim Kosumbi. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, unë dua që mos t'i ndalni duar trokitjet për këtë show që na doruan sonte, ka artistë të mrekullueshëm, të përcjellur nga orkestra fantastike të profesionistëve. Tani është koha që të ndajmë një milionje, ku me qëras të mëftoj edhe njëherë, zonja Leonora, nën kryetarën e komunës, që të ndaj milionje.
dhe minjohja për kontributin shumë vjeçar në manifestimin e flakës së janarit shkon për profesorin e ndjerë Isa Jakupin. Faleminderit Efrem, faleminderit Komunës së Gjilanit për kontributin e vazhdueshëm që ja keni bërë babit. Babi jetoi me muzikën dhe për muzikën. Babi kompozoi shumë këngë për fëmijë, shumë këngë popullore, këngë të cilat ja kushtoi dëshmorëve atë dheut dhe jetës. Faleminderit. Ne po mundohemi që në vazhdim këngëve të tij t'i japim jetë, sikur se ndodhe dhe sot, kështu që le t'jetoj muzika e tij dhe kolegëve e gjithë juve. Jeni krenar me babin. Dua të falenderoj komunën e Gjilanit në krye me kryetarin zotri Alban Hyseni. Drejtorin për kultur, rini dhe sport me drejtorin zotri Kushtrim Zeqirin. Organizata jo qeveritare Defco Production në krye me zotri Defre Godile. Sponsorin Vali Ranch, unë do thoja sponsori ardhme që e kemi vetëm një, dhe kur jemi këtu, Atelier Sara Fashion për dukjen time sonte dhe butikun Classic Fashion për veshjen e organizatorit. Një falenderim i veçantë shkon edhe për sponsorin medial Radio Televizionin e Kosovës. Dhe kjo ishte gjitha sa i përket edicionit të 34 të Fest Flakës në kuadër të manifestimit multikulturor mbarkombëtar Flaka Janarit 2025. Duke ju uruar që flaka e dashurisë për Andreon mos shuhet kur nga zemrat tuaja, unë ju falenderoj për pranën tuaj dhe miru pafshim në Fest Flakën 2026.